javësh qeveria realizoi dyfishimin e mbështetjes për të gjithë fëmijët që janë me aftësi të veçanta. Ishte bërë një kohë gjatë që mbështetja për këta fëmijë ishte bërë e pamjaftueshme, jo se ishte dhe jo se është e mjaftueshme, se është asnjëherë mjaft, por ishte bërë realisht e pamjaftueshme duke pas parasysh edhe kostot e jetesës edhe vështirësitë e tjera. Dhe premtuam dyfishimin e mbështetjes për ta, dhe jam shumë i lumtur që sot mbështetja për ta është dyfishuar. Nuk janë pak, janë 11.000 fëmijë edhe më të rinj që do të përfitojnë nga kjo masë, por përtej kësaj kemi marrë dhe një masë tjetër të rëndësishme që ishte një kërkesë e vazhdueshme edhe nga ju për kujdestarët, sepse një nën që i përkushtohet një fëmije me aftësi të veçanta e ka të pamundur të shkojë rregullisht në punë siç shkojnë nënat e tjera, dhe duke qenë se nuk shkon në punë, përballet me problemin e mungesës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, gjë që e cënojnë pastaj padrejtësisht edhe mundësinë për të marrë një pension të merituar nesër, apo për të pasur akses në sistemin shëndetësor ashtu si duhet. Kështu që ne vendosëm po ashtu që shteti, buxheti i shtetit, t'i paguaj sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për të gjitha nënat dhe për të gjithë kujdestarët, njësoj si ata të ishin në punë. I them këto jo se janë për të duartrokitur, megjithëse faleminderit për duartrokitjen, por i them këto sepse është e rëndësishme që ta kuptojnë të gjithë që ne nuk jemi jashtë realitetit, nuk jemi asnjëherë të pavëmendshëm për kërkesat e vazhdueshme që vijnë nga grupet shoqërore, dhe jemi këtu për të bërë më shumë edhe jo për të fjetur mbi dafinat e arritjeve apo të sukseseve që janë të pamohueshme në shumë drejtime.